Qa vëllë zona si e kalut. Ta shtit shifim reagimin e këtij motoshqimit. Ky se ka probleme të Aulantin. Tani ka zgjedhur më duket të çuna, nuk e di. Po tani ka zgjedhur më duket të çuna, nuk e di, po do të ngjejmë reagimin ku do ta vënë Aulantin. Bon, familjerat ashtu nuk ka qefti për mirësoje, edhe pse kanë ofruar dhime apo të tjerë, familjerat prap nuk don, ka qef të rimat stilin e vet, secili bën çfarë doje, prap sado që unë nuk është se kam pas preferencë personale, po edhe ky është youtuber nga kryesorët që kanë bërë shumë YouTube, ja kanë bërë YouTube shqiptar, ka bërë kajherë sa gjeste hajt më, po prap te legjendave. Arizoni mi vakt pati dhes shumë, ishte të bëjë video shumë forta, ama tash pak ka ratë të drejtën, ama prap mirë është, po e vej këtu në fund të super. Okej, tash nis problemi si me gjyku. Ka ngele Ndisi dhe Aulanti. Si fillim du ta sqaroj se si është situata. Qa problemi më rëpshim, vegi pare se më qira. Kur dikush vendos me nis YouTube-in, ka dy zgjedhje. Ose do bësh video shpesh, po të thjeshta, ose rrallë dhe të mira. Domethënë do zgjedhësh ose quantity, po të mira, më të mira se tu i ka bërë. Ose quality. Edhe duke qartë nga aktiviteti tyne që edhe Aulanti dhe Ndisi kanë zgjedhur me bë sa më shumë video, nuk është si intereson shumë se si del video. Kam vure që s'kan editim. Po pse kesh del video? Gati fare, ndoshta vetëm prej fillimin e funin edhe direkt në YouTube. Si s'kan editim më rëpshim. Por që po të bosh për shembull 2 video në ditë, është e pamundur të hysh të editosh 2 video në ditë, ti boshe, oho, dalin truta valla. Prandaj nuk di si ti vlerësoj videot e tyre, e kam bërë qartë që nuk është se më pëlqejnë, se nuk janë bërë për dikot moshës time, ama kanë aktivitet. Sire, ata bëjnë video më të mirë se tu. Tetin që janë të dy youtuberat më aktiv në YouTube shqiptar për momentin. Di si ti vlerësoj o valla, të janë aktive ata janë më të fortë dhe më të shqip. Videot nuk më pëlqejnë, po janë të bë punën që duhet. Ta shpjegoj këtë gjë. Okej, për bish shkurt, Ndisi, thumbnailat i ka shumë të dopt, se nuk punon fare në to, vetëm i fut në jaj, ve fytyrën e vet edhe u kryesi muhabet. Si rëpshim, thumbnailat se s'bën duhet ndryshojnë, duhet edhe pak editim, jo prej OBS-it direkt në YouTube, duhet përmirësim për vetë, Aulantin, thumbnailat e Aulantit të drejtë janë pak më të mirë, sidomos te kanali që është të bëu me të fejumen e vet, ama si ta vlerësoj o vlla. Mirë me thonë. Pa ne ke fillume dhe tani bëjnë video me të fillume vetë, kene problem të qinone. Shumë mund si shikuesit Aulantit dhe mushin këtë video me është legjend, është më i miri, është do më shajnë mua, që nuk do bëjnë, po të vlerësime ishin mendimi im, masane ju tjerë t'jepni. To i gëveni parë të dy se qiva fisin, që i gëveni parë rëpshim. Bonja, me se shifni këtë motoshqim. Mendimin tuj që doni. Për mendimin tim, YouTube shqiptar për momentin është një pikë shumë të dopt, ku se ci ma dopt sa ti me qip sharët, ma dopt sa ti s'ka o motoshqim. Po bën gjën e vetë dhe asgjë speciale s'po ndodh. Po me kaq që përfundum videon, kështu që bëjeni gjithë like dhe subscribe këtë video edhe bashkë i vina videon. Më të bëti like e subscribe vërët zote u vdall. Bye bye. Bye bye qip sharët në kraj. Una reagimi këti vëdallit. Reagimi këti vëdallit ishte shumë i shpifur. Po, ky shaut Aulantin, Ndisin. Edhe shina në a pjesë e 2 shina në video të radhë.